Se janë duke u vonuar pasi vetë janë premtuar edhe nga qeveria në detyre e Republikës Kosovës. Zotëri Azemi, të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit për jush. E përmendë dje, por konkretisht pse janë duke u ekzekutu këto shtesa? Realisht një farë forme veprimet për këto shtesa ra një farë, po themi një farë gjumi dhe ne pam që diçka nuk po funksionan dhe normal që pas kërkesës së punëtorëve, na u dasht që të intervenojmë dhe të kërkojmë publikisht për kryeministrin dhe ministrin e financave që të lëvizin çështjet sepse edhe është një shumë e vogël edhe normal që ju ka premtuar punëtorët dhe punëtorët dëshirojnë të dinë se kur do të ndodhë kjo. Sipas informacioneve tona jo zyrtare, faktikisht domethënë paksa ka qenë një neglizhencë, por me daljen në opinion të kërkesës son, po shihet dhe kemi informacione prap jo zyrtare që kjo ndarje mjeteve do të filloj nesër eventualisht mes lartit tonën. Pra duhet një, siç po thoni jo, është dashur reagimi publik, që ndoshta të reflektoj qeveria në detyrë, po flasim gjithnjë për prej burimeve jo zyrtare. Po flasim për